Zbardhet Llogoraja. Rreshtit e Dëborës përfshin parkun kombëtar gjatë kësaj teje. Në teren ishin gjatë ditës 2 mjete borpastruese, të cilat punuan për pastrimin dhe mbajtjen të hapur të aksit rrugor. Por nga ana tjetër autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të lëvizin me kujdes dhe të jenë të pajisur me goma dimërore. Drejtuesit këshillohen të kalojnë nga tuneli Llogoras për shkak të rreshjeve me intensitet dhe të shmangin parkun kombëtar. Në teren vijojnë të ndodhen mjetet borpastruese, të cilat po punojnë për pastrimin dhe mbajtjen hapur të aksit. Në rrugë është hedhur edhe krip për të krijuar parametrat e duhur për lëvizjen e automjeteve dhe shmangjen e rrezikut të rrëshqitjes. Institucionet po monitorojnë trafiku në këtë aks rrugor për të shmangur aksidentet e mundshme, si dhe duke këshilluar drejtuesit e mjeteve të kenë kujdes në qarkullim e të përdorin mjetet e nevojshme. Prania e borës në mjediset e parkut kombëtar të Llogoras e bën edhe më të rreqës këtë mjedis pyjor malor. Dëbora në Llogora ka sjellë dhe ulje të temperaturave në Vlorë.